Lek Bibaj është interesant sepse është përfaqësia e një zone fantastike alpine që është zona e Nika e Mërturit, përveç natyrës që është magjike, mikpritjes së njerëzve, atje ka kaq shumë potencial për turizmin. Ne jemi duke lidhur gjitha fshatrat, pra nga Lek Bibaj ti të shkosh në Curajt e Epërm dhe në fshatrat e tjerë përmes shtigjeve malore, sërish jemi duke punuar me kulinarinë e zonës që të sillet siç duhet. Nuk kemi nevojë ne të futim element të tjerë sepse kemi kaq shumë element brenda. Kemi ka shumë element brenda fshatrave tona që ato po të risillen në mënyrën e bukur dhe të paketohen dhe të thuhet historia, janë më vete një produkt turistik, do punojmë për sinjalistikën e fshatit dhe ajo është një zonë e gjitha, nuk është vetëm Lek Bibaj, por është një zonë akoma e pasbuluar. Pra, kur flasim për veriun, nuk mund të shkosh vetëm në Theth dhe në Valbon dhe në Lëpush, është një zonë e pa eksploruar, po kaq e bukur. Dimër dhe verë. 360 ditë të vitit.